Edhe pas Big Brother, ata mbeten të pandashëm, Matteo dhe Brikena kalojnë kohë bashkë. Kanë kaluar vetëm disa ditë nga përfundimi i sezonit të 5 të Big Brother VIP Albania, por për disa prej ish-banorëve, historia nuk ka mbaruar me fikjen e dritave të shtëpisë. Matteo Borri dhe Brikena Selmani, çifti që u njoh dhe u afrua gjatë qëndrimit në shtëpi, po dëshmojnë se lidhja e tyre nuk ishte thjesht pjesë e lojës. Përkundrazi, gjithçka mes tyre duket se po forcohet edhe më shumë në jetën reale. Të dy kanë qenë aktiv në rrjetet sociale, duke ndarë momente nga përditshmëria, por ajo që bie më shumë në sy është fakti se ata vazhdojnë të shfaqen krah njëri tjetrit pothuajse çdo ditë. Daljet së bashku, buzëqeshjet dhe afërsia mes tyre tregojnë një raport të ngrohtë dhe të qëndrueshëm. Së fundmi, ata janë parë duke dalë nga makina së bashku të qetë dhe të lumtur, një detaj i vogël, por që për ndjekësit është një konfirmim i madh se marrëdhënia e tyre vazhdon pa luhatje. Gjuha e trupit dhe natyrshmëria mes tyre lën të kuptohet se nuk ka vend për dyshime, mes tyre ka ndjenja reale. Pavarësisht skeptikëve që mendonin se kjo romancë do të përfundonte menjëherë pas spektaklit, Matteo dhe Brikena po tregojnë të kundërtën. Ata po e ndërtojnë lidhjen e tyre larg presionit të kamerave, duke i dhënë kohë dhe hapësirë njëri tjetrit për ta njohur më mirë këtë kapitull të ri. Distanca mes Kosovës dhe Shqipërisë nuk duket të jetë pengesë për ta. Përkundrazi, çdo takim i tyre po shndërrohet në një moment të veçantë, duke forcuar edhe më shumë lidhjen që nisi në një ambient krejt të pazakontë. Shumë kush tashmë po e sheh këtë çift si një nga historitë më të bukura që ka dalë nga ky edicion, një histori që nuk mbeti brenda 4 mureve, por po vazhdon të jetojë edhe jashtë tyre. Megjithatë, jashtë garës, duket se Matteo dhe Brikena po fitojnë diçka që për shumë kënd ka më shumë vlerë se çmimi, një dashuri që po rritet dita ditës.